processuale. Kush janë ekspertët që Mr. Teis, kalojmë tek pjesa e dytë e këtij emisioni pas lajmeve nga vendi, rajoni dhe bota. Është radha për mysafirin në studio, ku për sot kam të ftuar avokat Muhamet Munja, do të flasmi për aktualitetin politik në vend dhe sigurisht zhvillimet e fundit që i kemi në Kosovë dhe në veri të vendit. Atëherë Muhamet, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana juaj. Në fakt, tema politike ose aktualitet ka gjithherë dhe gjithmonë, por se ndonë se me një intensitet më të tullt ose më të lartë. Tashmë lajmin e fundit që kemi edhe në ekran atje që u saktua seanca për qeverinë e re, ku do të jetë të dielën, ndonë se deri pak çastësh nuk pat orë të caktuar, por do të jetë besoj afër orës 10 dhe 11. Seanca nuk është hera poshtë për thirrjet, kemi me 10 seanca, por ato do të jetë njëkohësisht seanca fundit. Me qenë se nëse kësaj radhe dështon Kurti për të i bërë votat për si mandatar për kryeministër, me gjas do të kemi zgjedhje të reja. Si keni pa, ose si e shihni seancën në fakt këtë vikend, këtë diele? Po, në përgjithësi gjithë aktorët politik, të përfshi edhe këta që ishin si pozit, janë treguar të papërgjeshëm. Kemi diku prej shkurtit kur kanë qenë zgjedhjet e përgjithshme, nga shkurti deri tash nuk kemi institucione. E kemi pasur se sa seanca kanë bërë, sa janë tallë në qytetar, sa nuk kanë punu në fund, kritë në fund, në të dielën mundohen me marrë votat për i deputetëve, me kriju një qeveri që une mendoj pa konsenzus politik, pa bisedime me parti tjera, pa bisedime me aktorë tjerë cilët po ashtu e kanë një pjesë, e kanë një hisë atje të fitores, vetëm se mbahet seanca, uroj që të zgjedhet qeveria, po me të vërtet shumë skeptik jam këtë drejtim për shkakun se ashtu që i ka deklaruar dhe vetë kryeministri, po edhe të tjerët, se nuk janë votat e mjaftueshme për të krijuar qeveri. Pra thjesht nëse nuk i ka votat e mjaftueshme, sipas kushtetutës, kryetaria e shtetit, shefja e shtetit do t'i jap një mandatarit dytë, partisë më të madhe që është e dyta, edhe ata do të aprovojnë, e më pas, nëse nuk kemi edhe në brenda 15 ditë prej mandatimit mandatarit dytë, atëherë kemi shku në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pra po shkojmë drejt një seance, pa ditë pse po shkojmë, po mendoj nuk ka ndonjë marrëveshje politike, vetë edhe kryeministri Kurti e tha se ishte në Londër që ka si parti zili, ka kokëfortësi e kështu me radhë, pra si parti nuk po i bashkohet, e tha dhe Lumina Abdixhiku mbrëm në një medium, edhe parti tjera opozitare pa janë duke i dhënë blok vazhdimisht që nuk do të bashkëpunojnë. Pra po shkojmë qyshtat populli pa krye në kuvend. Sa po sy e faqe. Këtu seanca, ta shohim se çka do të ndodhë, mirë po është shqetësuese për A mund presim ndonjë befasi në fund? Nuk e besoj. Nuk e besoj për shkakun se deri tash kanë qenë konstituent, e kanë mbajtur atë qëndrueshmërinë gjitha partitë, edhe ata që kanë qenë si deputet. Nuk e besoj që do të ketë befasi. Mirë po të çështja e toksicitetit, të zilisë, të ajo urrëtia që është krijuar në shoqërinë ndër vite, unë konsideroj që është vetë kryeministri dhe partia e tij që kanë kriju një atmosferë, një klimë e cila nuk ka qenë më herët. Kem pas klimë politike ndoshta tashpër, mirë po jo në formën që këta e kanë mbjellë ndër vite, nuk kanë lanë personalitet pa e sulmu, qoftë në familje, qoftë në veten e tij, nuk kanë lanë qytetar pa e njollos edhe pa shpiv ndaj tij, kështu që ky toksicitet është i ndërtuar për vetë kryeministrit edhe një farforme, sikur po don me shfaqsu veten atje diku me një deklaratë në Angli ku ishte me një vizitë, se kanë zili, s'kanë për çka ti kenë zili kur me të vërtet nuk thonë që qeveria nuk ka punu, për shkak se është që gati 6 vite, 5 vite më herët, një vit gati pi bën
qeveri në detyrë, po ato që është premtu dhe ato që është dash me punu, me të vërtet. Unë sot e pash një lajm hiç më larg që qytetari duhet blej penje për operacion, që kushtojnë dikun 65 euro. Nuk ka mundësi QKUK-ja, që është qendra kryesore mjekësisë, mi siguru qytetarit diçka që është elementare. Ma e thjeshtë, sa ku shkon ma e thjeshtë se sa penjë për operim. E thash, a mund të kemi befasi sepse edhe për krye kuvendarin nuk është shprit ndoshta, po na ndodhi si papritur votu nga deputet. Nëse kishte më marrë mendimin personal, unë me të vërtetë kisha votu si qeveri, kush do që ishte propozu ato. Edhe këtij kryeministri më ia dhon edhe i herë, edhe me pa se çka po bën për 4 vite, ashtu siç ka punu se 6 vite. Kosovën e presin proces se shumë të rënda. Kanë me qenë disa vendime të cilat ndoshta edhe kjo zvarritje ka qenë e qëllimshme prej kryeministrit. Për shkakun se vendimet të cilat do të merren do të jenë jo dhe të lehta, edhe do duhet kishte konsensus të përgjithshëm. Gjitha partive, gjitha akterëve, e jo ta marrë barën vetëm ai kryeministri që do të zgjidhej prej kuvendit. Qeveria Kurti vazhdimisht është krenuar, se mund themi, me punën e saj në veri të vendit. Në zgjedhjet e fundit që patëm lokale, tashmë do thotë kemi kryetar të tjerë të rinj, të cilët meqense se e dim si ka shku procesi i para këtyre zgjedhjeve, që ishin disa pra nga vendosa dhe nga parti tjera që e majtën disa komuna të veriut, por që ishin të paposhtetshëm në kuptimin përveç pozitave që kishin. Ngritja flamurit Kosovës, heqja flamurit Serbisë, ishte një falloj entuziazmi të gjithëve që çfarë ndodhi pas sa viteve në veri. Por sot, ku janë kthyer kryetarët e partive serbe, kemi një lloj heshtje dhe çfarë do të ndodhë në veri. A është veriu i sigurt siç ka qenë, ose siç është proklamuar nga kjo qeveria, po do të kemi një situatë tjetër. Edhe pse me veriun është bë shumë politik. Është kriju një klim si kur të tjertë janë të pa interesuar për veriun, në anën tjetër qeveria është e interesuar. Kjo klim nuk do duhet të ekzistonte për shkakun se veriu është i Kosovës. Edhe çdo qytetar që e ndjen veten qytetar i Republikës Kosovës edhe ka pak ndjenja për shtetin, do duhet të ishte përgjegjës për atë pjesë. Mos mendojnë politika që nesër mund të vendosin atje marrëveshje ose të krijojnë aso raportesh që veriu negociohet me dikënd. Për shkakun se janë qytetarët ata që kanë me reagu dhe nuk kanë me leju asnjë politikan me ndodh veprime të tilla. Sado që është bisedu edhe për ata që ishin më herët se jo po do të negociohet për çështje territorë, mirë po me të vërtet ishim ne ata qytetarë që e kemi bë dhe luftën në Kosovë, edhe i kemi nxit shumë procese, e besoj që ka hala asi intelektual që nuk ka me leju mu keq përdor prej asnjë politikani çështja e sovranitetit të Kosovës. A ka bë qeveria punë të mirë? Prej këtyre studiove ne e kemi deklaruar që luftimi i bandave, luftimi i grupeve kriminale është gjë normale. A është veriu i lirë? Gjesimir. A jemi më të lehshëm se sa dikur? Po, patjetër. Patjetër do të me pranu se veriu është në jurisdiksionin ton, edhe ka qenë, realisht ka qenë se ne kemi pas këforin atje, mirë po, a është mirë që janë luftu bandat kriminale, janë eliminu. A është mirë që është vendos një lloj legitimiteti i komunave, mjafton që këto komuna do të me funksionu ashtu që kanë vendos ato komunat e mëhershme, prej kryetarëve të mëhershëm, e kemi sistemin atje, janë nxjerrë disa statute të komunave, kemi flamojt, i kemi emërtimet me Republikën e Kosovës, kemi vendos bazament të qeverisjes lokale në sovranitetin tonë. Edhe këtu është tash ajo sprova jonë. Nëse dikush tenton me ndrru diçka në drejtimin e pengimit të institucioneve tona dhe atij raporti institucional e shtetëror, atëherë do të me reagu dhe këto është sprova që nëse nuk reagojmë ose nëse nuk vendosëm ashtu që do të me vendosë për teritorin tonë, do t'i qesëm hijet keqe talmës. A është veriu i njëjtë edhe pas këtyre zgjedhjeve lokale? Që tashmë kemi kryetarë të tjerë
dhe jo shqiptar. Pavarësisht A ka ndikuar në rrethonën në situatën që është pavarësisht soi, ata e kanë gjetë kushdo që i ka fituar zgjedhjen pjesën e komunave që janë 4 komuna. Cili do që është kryetari i komunës, ai e ka gjetë strukturën, ai e ka gjetë bazamentin ligjor, i ka gjetë vulën, e ka gjetë fuqinë administrative ato, fuqinë e punonjësve, edhe çka ka me vepru vetëm në përputhje me legjislacionin tonë edhe me aktet cilat i kanë nxjerrë kryetarët që e kanë bërë një punë shkëlqyer, se ajo ka qenë një punë e ish kryetarëve. Ka qenë një punë e shkëlqyer për të vendosur jurisdiksionin dhe sovranitetin ashtu siç e kërkon baza ligjore. Pse vazhdon edhe sot të tutje veriu të quhet si diçka si temë nxehtë në Kosovë dhe në Ballkan? Përkundër ndryshimeve që kanë ndodhur në qeverinë Kurti, dhe zhvillimet të cilat kanë ndodhur vazhdimisht nga pasuesa deri më sot, kemi KFOR-in kështu me radhë, por sa herë që kemi ndonjë raport ndërkombëtar ose ndonjë analizë nga arena ndërkombëtare, kemi që veriu përmendet si një lloj çibriti që një zjarr që mund të ndjesë shumë shpejt. Unë kisha menduar që më tepër ne jemi duke i dhënë kohë të gabuar kësaj fartime, për shkakun se ne nuk është dashur prej fillimit as që ta vendosim në tavolinë ose ta bisedojmë me një palë tjetër jashtë vendit tonë. Qysh ka mundësi, ende nuk mundem me kuptu si jurist. Qysh ka mundësi një politikan i yni, kur Kosova njihet prej sa shteteve, edhe atë prej shteteve kryesore, mike, e që janë pjesë euroatlantike, qysh ka mundësi një politikan i yni me ullë në tavolinë me palën serbe dhe me bisedu për çështjet brendshme ose çështjet territoriale tona. Ne i kemi dhënë hapësirë edhe nëse e gjejmë fajtorin... Me presionin e ndërkombëtarëve. Nuk ka këtu presion. Këtu ish dasht ata që e marrin barën, edhe këta që kanë me marrë barën të ardhmen. Mo u shtrëngu, si që thonë populli, edhe mos me ndëgju për presionin e askujt. Për shkakun se është territori i Republikës Kosovës. Sepse kemi në çështjen e postës, çështjen e listës serbe, çështjen e shumë sene të tjera që kanë ndodhur në veri, një pjesë të tyre janë diskutuar me kërkesën e Vučićit në Bashkimin Evropian. Pa qenë pjesë e negociatave, ka dalë një temë e re dhe u shty pastaj. Fajtori unë e them prapë, çështja e dinarit e kështu. Fajtori është tek ne, për shkakun se ne nuk duhet ta lejojmë askënd që të bisedoj për çështjen brendshme. Po në ende kemi sanksione ose kemi disa masa nga Bashkimi Evropian që nuk kanë larguar ende për shkak të kësaj, nëse mund të themi, kokforcisë së kryeministit Kurti. Po duhet nëse është kryeminist. Nëse ish bën rezistencë ende, ku më di se çfarë sanksione tjera kishim pas. Në rregull, ato i kanë edhe Bashkimi Evropian, edhe SHBA-t, edhe shtetet tjera i kanë në politikat e tyre, po si politik që është ndjek, si qeveri që ka ndjek politikat e saj në raport me pjesën veriore, unë them që është politike ligjshme edhe ka vendosur një farë rregulli. Sado që tash i kthehemi atje, jo kanë ardhur kryetarët prej minoritetit serb, edhe ata janë qytetarë të Republikës Kosovës dhe do duhet të punojnë në legjislacionin tonë dhe ashtu qysh është para po me regulativen e çdo komune, e çdo statuti që është formu para tyne. Po e zëmë dhe në fakt ashtu duket është momentalisht situata qetë në Kosovë ose në veri, për themi si shkak e saj. Por vetë edhe që në fakt është thënë shumë herë nga disa analistë, politologë kështu me radhë që është interesi i Kurtit që me shtyjë këtë proces të qeverisë së re për shkak të disa marrëveshjeve që e presin patjetër qysh në ditët e para të tij si kryeministër. I bie që do ta ketë në pritje edhe zajednicën, siç e quante ai, apo asociacionin e komunave me shumicë serbe që në fakt është kryer gjithë procesi i punës, mjafton një kapak edhe diçka do të zyrtarizohet. Nëse guxojmë të themi, partia në pushtet dikur e kushtimisht ndojnë se ka kallë Kosovën për një zajednicë, të cilën Torthora Zi ka pranuar, por ende që nuk është zyrtarizuar. Momenti që do të ketë një lloj kokforcie ose një lloj ndryshimi sa përket marrëveshjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe, do të kemi përsëri një veri të tensionuar, përsëri do të kemi siç është rasti me Banjskën e kështu me radhë.
ne kemi pas një kohë... Se serbët din të rebelojnë me njerë momentin që ti aprish nëse kërkesat e serbët tyre. din mu rebelu me një përqindje kaq të vogël në shtetin tonë ku ne jemi mundu edhe kanë respektin e lirit më të mëdha që nuk ekziston asnjë minoritet që e njohim ne në Evropë. Po asnjë konvent e kam shpreh sa herë. Asnjë konvent që ka të bëjë me minoritetet, qofshin konventat që janë lidhur mes shteteve ose konventat përgjithshme, nuk njohin liri edhe drejta më shumë se serbët që kanë Kosovë. Ata duhet me kuptu se Kosova është shtet i pavarur dhe duhet të funksionojë si i pavarur nëse mendojnë me zhvillu jetën dhe aktivitetin e tyre në kuadër të Republikës Kosovës. Për ndryshe, ne i kemi institucionet dhe institucionet do duhet të reagonin çdo herë që kjo pjesë e përgjithshme e sovranitetit edhe teritorit rrezikohet. Çka dua të them se prej momentit që ka dhënë një mendim gjykata kushtetuese sa i përket asociacionit, çdo kush që ka bisedu me palën serbe, jashtë atyre konditave, jashtë atyre rregullave të cilat i ka përcaktuar gjykata kushtetuese, mendoj se ka bërë një tradhtim ndaj vendit. Ja them me bindje plot për shkakun se as kjo qeveri e as ata më herët nuk kanë qenë transparent dhe nuk i kanë tregu publikut se çka është duke u biseduar në Bruksel. Unë ju ka rrjedh një informatë atje dikuj që e kanë nxjerr, sa që delegacioni jonë e kanë përsërit sa herë. Ka bisedu për çështjen e vijës kadastrale të lagjës Suhodol në Mitrovic. Me çfarë baze, me çfarë drejte një politikan bisedon për vijën kadastrale të një komune që është pjesë e shtetit tonë. Kjo është absurditetit vetë. Ta din këtë këta që i kanë me marrë përgjegjësi, që populli besoj edhe kam shumë bindjen se nuk kam i toleru. Ose kanë me qenë bisedime transparente, ose do të kemi ndryshim me vote ke fjalën? Ashtu qysh i kemi ndru shumë sisteme, kemi ndru edhe këtë klasë politike e cila është po tregon pa pjekuri edhe pa përgjegjësi totale. Po thoni që elektorati nuk është më i dykosh shumë. Mund të ndryshojë aty për atë momentin që nuk shkojnë gjërat mirë, siç po ndodh në kuvende komunale, po mundojnë në zgjedhjet komunale që nuk po luan shumë rol kush po vjen, po intereson se kush punon. Këtë rast në nivel qendror po i bie që nëse mund të gabojë këtë rast qeveria ardhshme, populli do ta dënojë me votë siç ka dënuar edhe parti dhe liderët e tjerë. Nëse vazhdojnë me një jo transparencë, unë e kam bindjen që populli nuk kam i leju me krye dhe mandatin. Për shkakun se jo që nuk është vetëdisu, populli ka qenë i vetëdisum çdo herë. Mirë po, e kohëve të fundit është duke u manipulu më të madhe nga politika. Vetëm të marrëm si shembull Rinin, si qeveria aktuale manipulon me trit, me student që kanë qenë promotor të lëvizjeve më të mëdha historike në vend. As e ka vendos ult këtë pjesë të inteligjencës sa që ja ofron si lloj ndihme 100 euro. Kjo tregon se është duke tentuar mu manipulu qytetari me çdo kusht, mirë po ka qytetarë që nuk manipulohen edhe jo vetëm për këtë qeveri, po edhe për gjithë ata politikanë që mendojnë se nesër kanë me marrë përgjegjësinë publike, edhe kanë me utall ose me bën hajgare me përgjegjësitë që kanë në karshi shtetit dhe sovranitetit, le të harrojnë që mundën me i të i kalu kompetencat e tyre. Pa u ndeshku nga qytetarë. Qoftë përmes vote, qoftë edhe natyra të tjera që ne dimi nga njerë si popull me reagu. Kostoja e mos formimit të institucioneve padyshim që është e madhe. Tash kemi një problem të madh nëse nuk do të kemi qeveri të re, sepse do të kemi çështjen e buxhetit të Kosovës. Po mënoj, nëse më rastësisht po supozojmë që mund të shkojë vendi në zgjedhje dhe deputetët nuk e votojnë buxhetin atëherë, çka do të bëhet me punëtorët e institucioneve publike? Unë e kam bindje se është para po me legjislacion që mos me pas aso kriza, me pas mundësi me bo lëvizje buxhetore, mirë po me të vërtetë nëse nuk formohen institucionet ka me pas probleme, edhe buxhetore, edhe ekonomike, edhe ashtu që shpeshohëm ishtë diku një kredi atje ose një grant cilën e kishte ofru
Bashkimi Evropian për gjitha shtetet, e vetmja ishte Kosova që nuk kishte mundësi me marrë për shkakun se si ka të formuar institucionet. Edhe dikon shuma ishte afër 1 miliard, që është një lloj infuzioni për shtetin. A mund të rrezikohen për shembull këtë rast pensionistët, arsimtarët, profesorët për paga nëse nuk ka? Sigurisht nëse kalohet ai limiti që është para pa atje në strukturën buxhetore, edhe nuk votohet një buxhet, sigurisht që nuk ka drejt as mi vendos pagat as pensionet. Pe bie që mi marr pagat pasi të bën institucionet mas 3-4 muaj. Ne e kemi pa se nuk është duke u punu dhe nuk është punu me seriozitet. Ka fundi për çështje të propagandës politikës, e keni pa dhe ju e kanë pa qytetarët. Përmes mënyrave në fund krejt është tentuar që të pengohet lista serbe. Ku ishin këta që 5 vite për shembull që mos pengohej lista serbe? Lista serbe edhe pse i ka plotësuar gjitha kushtet me qenë parti jo kushtetuese. Parti e palishme për shkak se ka kalu atë vijen dhe ka rreziku rendin tonë edhe juridik edhe kushtetues, i është dashur qysh me kohë. Qysh atëherë kem bë thirrje na prej këtij emisioni, prej kësaj studio, që partia lista serbe të eliminohet prej skenës politike dhe të vendoset t'i japet hapësirë qytetarëve minoritetit serb që janë lojalë dhe që e duan shtetin Republikën e Kosovës, që ka shumë prej tyne. Se nuk është një parti që ka qenë instrumentalizuar tërkohën prej Serbisë dhe prej presidentit Vučić, i është dashur qysh në atë momentin që ka ndodhur sulmi Bajskës të eliminohet nga skena politike, mirë po këta e lanë fund. Atje i kemi pa disa skena në Komision Qendror Zgjedhor, disa zhurma, e që realisht nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim. Ose kem pa shumë veprime tjera këtë për fushatën, çështja e arritjes të atyre beneficioneve për lehona, për shtesa, jo për studenta, jo pensionera, jo pagat, jo ajo. Po, çdo qeveri ka bërë këtë, nuk është vetëm qeveria aktuale, edhe qeveritë tjera në kohë fushate kanë bërë si premtime, kanë bërë ngritje të pagave kështu në radhë. Do thotë se kena sefte. Po, nuk është në rregull. Nuk është në rregull me premtuar ashtu, unë e them, ata që e gënjejnë, ata janë më të keqtit në shoqëri. Ata çfarë do të qofshin këto, zgjedhja, fushata, çka do të janë. Na duhet më mësu me qenë përgjes për atë që e flasëm. Për fjalën që e japëm para publikut, për fjalën që i dham qytetarit, duhet me qenë përgjes. Jo më mësu me gënyu qytetarin çdo herë. Se nuk pe mohoj se dhe ata tjerë kanë gënyu. Mirë po ne duhet më mësu si politikan, si përgjeshëm për atë që e kemi marrë dhe që e marrëm ose që e kërkojmë, që s'pakot mos gënjim. Nuk mjafton vetëm, jo është fushat. Zotni ke gënyu edhe është një prej veseve më të këqija një personaliteti. Ai që të gënjen në zi çka duhet, ne e kemi pas edhe si popull shqiptar, e kemi pas një tradit në këtë drejtim. Nëse ke tradhtu, gënyu, ke mashtruar atëherë të ka njoft krejt qyteti, krejt fshati. Sot këta gjithë që dalin në për debate, për kohë zgjedhjeve, do të me kanë të lidhur për atë premtimin që jep. Jo të manipulohet qytetari përmes gënjeshtës, përmes vazhdimisht apo. Atë nderuar, këtë është fundi i këtij misioni, ka që shumë kohë dhe hapësirë. Faleminderit shumë, po shpresojmë që herën tjetër kur takohemi do të kemi institucione. Po shpresojmë edhe ne që të jenë më serioz dhe më të përgjithshëm, të vendosin institucionet edhe të punojnë meq, kanë lënë shumë zbrasi. Ne është shqetësuese për vendin tonë, qysh ne nuk kemi kurfar investime të jashtëm. Nëse marrëm ndër vite, investitorët e jashtëm mungojnë. E pa investitorë të jashtëm, pa investime të jashtme, Kosova nuk do të zhvillohet asnjëherë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ana juaj, të nderuar miq, këtë është fundi i këtij emisioni. Takohemi javën tjetër dhe atëherë më mbeq. Kush janë ekspertët që